duhet bëjmë për ankthën, shqetësimin dhe humbjen e dëshirës për të vazhduar. Ma yusibul mu'mina min hammin wala gham. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa herë që besimtari kalon ankth, breng, stres, vetëm se me të Zoti i fshin gjunahet, i lartëson gradët, i shton sevapet. Kështu që vujtja, për cilën është thënë për hadithe se inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal la yazalu al-bala'u bil-mu'mini hatta yamshi 'ala wajhi al-ardi laysa 'alayhi khati'a. Hadithet cilat thonë për shembull se njerëzit më sprovuar janë profetët e pastaj më të ngjashëm profetët, ose hadithet që thonë nuk i ndahet sprova besimtarit derisa të ecë mbi sipërfaqen e tokës e mos të ketë mëkat, pra të ecë i pastër mbi sipërfaqen e tokës për shkak të sprovave. Fjala sprov nuk kupton patjetër vuajtje trupore apo vuajtje fizike apo uri apo smundje. Sprova mund të jetë edhe stres, edhe ankth, edhe sikletet brendshme, brenga që kalon njeriu. Derisa mund shkojë situata me njeriu deri në këtë fazë, siç thot për shembull personi që ka bërë pyetjen, derisa nuk mbëhet më për të vazhduar jetën. Unë mendoj se kjo është një situatë e cila ka zgjidhje. Mbi çdo situatë të vështirë, mbi çdo hall, mbi çdo siklet, mbi çdo vështirësi, mbi çdo përjetim shpirtëror të vështirë që kalon njeriu, ne duhet të kuptojmë se është Zoti i gjithësisë. Është Zoti ai i cili e ka lejuar këtë gjë të ndodhi. Po mos donte Zoti, do të ndodhte stresi, ankthi, vështirësitë, brengat, vujtjet e brendshme shpirtërore nuk do të ndodhen. Pra ka një Zot i cili ka lejuar të kesh ti këtë lloj vujtje dhe sikleti shpirtëror. Një, se ky Zot e di që ty të bën mirë kjo. Po kjo vujtja jote, kjo dhimbja jote, ky ankthi jot, ky stresi jot, ky sikleti jot i mrenshëm që ti kalon
problemi për Zotin që na largojë neve ankthën, stresin, sikletin, brengën, përjetimin vështirë që po përjetojmë për shkak të një fatkeqësie apo për shkak të një ndarje apo për shkak të një vdekje etj. Është e mundur për Zotin ta largojë? Është e mundur ta largojë. Atëherë lidhu me Zotin. Men yakshifu dhurr, kush mund të largojë njeriu vështirësinë përveç Zotit qetësisë. Dhe vështirësia nuk është vetëm vështirësia se s'kam punë. Dhe vështirësia nuk është vetëm vështirësia se s'kam shtëpi. Vështirësia nuk është vetëm vështirësia se s'kam çfarë të haj. Vështirësia është nganjëherë kjo e shpirtit është shumë më e madhe se sa vujtjet e jetës. Njeriu mund të rri me ditë pa hëngrë dhe pa pi, po nuk pati vujtje shpirtënore. Ndërkohë që mund të ketë gjitha vujtja e shpirtit i bën që mos të shijoj asgjë dhe mos të ndjej shijen asgjë. Atëherë lidhu me Zotin. Lidhu me Zotin. Allahu xhelalu është i plot fuqishëm që ta largojë çdo gjë, çdo siklet, çdo hall. Prandaj lidhu me Zotin gjithsesi. 2. Adhuro sa më shumë Allahun xhelalu. Ti je përballë një vështirësie. Kjo vështirësi mund të jetë si pasojë e problematikave që ne kemi. Kjo lloj vështirësie mund të jetë si pasojë e mangësive që ne kemi. Kjo lloj vështirësie mund të jetë si pasojë e ngacmimeve të shejtanit. Ndonjëherë na vështirësojnë gjërat se shejtani tenton të na i zmadhojë, na i vështirësojë etj. Kush është ilaçi për këto të trija? Ilaçi është adhurimi, çdo dozë në adhurimit. Në momentin që ti shto dozën e adhurimit, nëse ke gjunahe, do të ulen, atëherë do të largohet sprova, ose do të ulet sprova. Nëse ke mangësi, nuk je aty ku duhet, ku do Zoti që ti t'jesh, me shtimin e adhurimit, do t'jesh aty ku do Zoti, do të largohet sprova. Nëse është problem që ka të bëjë me shejtanin, me shtimin e dozës adhurimit, do të thotë që ti i afër Zotit, do të thotë që largohet shejtani prej teje. Pra nuk ka asnjë lloj arsye që njeriu të përjetojë situata të tilla. E katërta, shif se mos është në gjuna shkaktari i këtij problemi. Mund të jetë në gjuna i madh që ty të është bërë normal. Mund të jetë në problem me prindrit që ty as të bjerë në sy fare. Mund të jetë në problem me gjakun dhe me farefisin. Ore mund t'i kesh hyrë dikujt në hak dhe i ka ngrit durët nga Zoti, e Zoti ta kthen në ankth, në stres dhe në siklet. Bëj analizë vetë statë, shif ku je. Sepse ndoshta ke shkel diku, edhe po vun pasojat. Dhe vujtja e pasojave nuk është që patjetër duhet bish nga pallati apo duhet falimentosh. Jo, më falimentimi më i madh është falimentimi i shpirtit. Mund të jetë në i dua, mund të jetë diçka. Mund të jetë mos përgjigja që ti nuk i vjen kohë atyre që duhet të përgjigjesh. Edhe kjo gjë unë mendoj që duhet parë shumë. Pastaj mbetet që njeriu, do të thonë, të angazhohet në kohën e tij të lirë. Një nga shkaktarët që e çon njeriu në ankth dhe në stres është mos mbushja ashtu siç duhet e kohës tij të lirë. Ose mbushja gabim e kohës tij të lirë. Dhe kur vjen fundi i ditës ose kur vjen fundi i muajit, e shef që s'është bërë as kjo. Pse? Sepse nuk ka ditë si ta mbushi ditën e tij apo natën e tij. Angazhohu me atë që është e dobishme, atë që është në interes, me atë që është e rëndësishme. E fundit, e pesta, bëj lutjet profetike që të nxjerrin nga këto lloj situatash. Elhamdulillah, ka lutje speciale profetike që njeriu po t'i bëjë me besim e nxjerrin nga këto lloj situatash. Për shembull, El Fatihaja. Për shembull, Ajeti Kursi. Për shembull, 3 surat e fundit. Kur them lexoj, unë 1 orë pa pushim, 2 orë pa pushim.
duaja Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Duaja Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa ghammi wa huzni. Duaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili lutej vazhdimisht në namazin e tij, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wal-jubni wal-bukhli wal-kasali wa su'il kibri. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Lutje tjetër, Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nëse njeriu do të bëjë këtë dua rregullisht dhe do t'i bëjë vazhdimisht, të zbatohet premtimi ku thuhet në fund të hadithit, i falen gjitha gjunahet. Ku thuhet në fund të hadithit, Allahu do t'i largojë atij hallin dhe sikletin dhe brengën që ai ka. Në moment, jo mas një javë, mas 2 ditë, në moment, Allahu ka për t'i largu. Që duhet që njeriu të mos rritani të presi një dorë nga qielli që ta nxjerrë për këtij sikleti, apo thot ç'a po bëhet me mua. Jo më jo, ti vet duhet të shohësh këto gjëra që unë thash. Nëse ti i shef këto gjëra që unë thash me shpresën e Zotit, i ke bose bebet, dhe Allahu xhelalu ka për ta larguar sikletin, anktin, apo përjetimin momental emocional që ti po përjeton për X apo për Y arsye. Dhe mos harro se kjo botë është urë për në botën tjetër. Dhe nuk lejohet në asnjë moment që ti t'hidhesh nga ura e kësaj bote, duke bërë në një akt i cili ti mendon se dhimbja s'ka fund, e më mirë një fund me dhimbje se sa dhimbje pa fund. Jo, kjo s'lejohet në Islam. Nëse ti ndërmerr në një veprim të tillë, do të thotë se ti e humb edhe dynjan edhe ahiretin. Kështu që rregullo punët me Zotin, dije se kjo botë është e përkohshme dhe do të dalin prej saj shumë shpejt. Forco adhurimin, largohu nga një gjëna që mund të jetë bërë sebeb, shif mos i ke dikujt në hak, bëj lutjet profetike që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, cilat janë garanci dhe siguri e padiskutueshme. Allahumma rabbus samawati as-sab'i. Shke lutja për shembull, për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush e bën këtë lutje, Allahu xhallahu do të largojë hallin dhe sikletin që ai ka. Lutja e Yunusit alayhi salatu wasalam, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e bën këtë lutje, Zoti do ta plotësojë dëshirat. Ne kemi shumë gjëra të bukura që po ti angazhojmë, po ti zhvillojmë, po ti bëjmë me shpresën e Zotit, kanë për të realizuar premtimet që Zoti ka dhënë nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, por ne duhet të jemi të sigurt, dhe kjo është pika jonë e dobët. Ne mund të bëjmë këto dua dhe lutje, po ne nuk jemi fort të sigurt në atë që themi. Nuk jemi fort të bindur në atë që themi. Për këtë arsye ndonjëherë Fatihat tona, ajetet kursijet tona, 2 ajetet e fundit surës Bekaret tona, 3 surat e fundit tonat, apo këto lutje që ne i bëjmë nuk e kanë efektin dhe nuk janë nim ne efektin. Pse? Sepse bindja jonë dhe siguria jonë është e lëkundur, është e dyshim, na duket si prallë ky muhabet. Edhe në momentin që është e dyshim, është e lëkundur, si jep efekt. Është njësoj si kur shkosh te një doktor dhe nuk ke besim tek ai doktori. Çado që t'i japë ai doktori, ai thotë po e bëj herë. Ama nëse ti i bin
dhe e merr me bindje, normalisht ka për pas efekt shumë mirë sepse ka të bëjë edhe ana psiqike. Flas tek ana klinikale, në ana mjekësore, po pjesa e shpirtit, absolutisht pjesa e shpirtit do të jesh absolutisht i bindur, por ndryshe nuk jep efekt. Për këtë arsye, përmenden si rast, për shembull rastin e Imam Ahmed ibn Hanbelit, kur u smut dikush, i than, o imam, me i bë rukje filanit. Mirë, ai s'kishte mundësi dhe ishte mësim. Dhe tha, merri nallonet e mia, sandalet, çoja të smurit, vetëm tregoja. Vetëm kur i pa i smuri sandallet e Imam Ahmedit, u shëroi smuri. Pak nim pa asgjë. Edhe aktyn sandallet dhe i veshi. Më vonë kur vdiq Imam Ahmed ibn Hanbeli, thuhet se njëri prej nxënësve të tij i ndodhi njëjta histori. E s'kishte kohë të shohej apo të shkonte tek personi dhe thot po bëhet unë si profesori, hoqi nallonet, ta çojeni. Ai tha, janë nallonet e tij, foli smundmi. Janë nallonet e pa i vet me ardha me gjithë fisin, tha s'dal për smundmit. Cili ishte dallimi? Siguria. El yaqin. El yaqin. Ska si siguria dhe bindja pas një dyshim në atë që ti vepron. Ajo e ka efektin e menjëhershëm. Dhe kjo është një problematikë që ne e kemi. E zëjmë se i bëm gjitha, dhe vazhdon e gjendja. E zëjmë se kur nuk u përmirësua as pak. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju ndoshta e doni diçka, po nuk është në të mirën tuaj, ju ndoshta urreni diçka, po ndoshta është në të mirën tuaj, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, nuk na ndodh vetëm sa ajo që Zoti ka shkruar për ne. Ku është tauhidi? Ku është njëshmëria e Zotit? Llafe nëpër libra, gjëra të shkruara, jo më jo, këto duhet të jenë në jetën tonë. A jemi robër të Zotit? A jemi të dorëzuar përpara Zotit? Tregoja pra se je i dorëzuar përpara Zotit. Dhe bëj sebepet, lëviz, lodhu, mundohu dhe pjesa tjetër është në dorë të Zotit, e din Zoti se kur do ta largojë dhe do ta hiqë. Ai që e solli, ai ka për ta larguar. Ai që e lejoi, ai ka për ta ndaluar.